Po shihja një emision të një ish politikanje dhe gazetarje të mrekullueshme, sipas mendimit tim, të Erla Mehilit, dhe në bisedë e sipër një aktor i mrekullueshëm thotë disa suksesin e luajnë ose e përkufizojnë me telefonin. Se kam kaq followers në Instagram. Po, e vërtet. Sot audienca është bërë treg. Njësoj se kur të thush po shkoj tek tregu i zarzavateve, do blej kaq spinaç, kaq fasule, kaq domate, e ku di unë se çfarë do blej. Tani ka dalë në treg audienca, shikueshmëria. Paguaj kaq për 10.000 followers. Paguaj kaq për 20.000 followers. Paguaj kaq për 300.000 followers. Mirë po, ka i diçka. Jo çdo kushi që ne e shohim se ka klikime shumë, i ka bler ato klikime. Jo çdo njeri prej atyre që ne e shohim të klikuar, i ka vjedhur ose i ka bler. Po jo tham me garancin edhe me sigurin më të plot të mundshme. Dhe falë Zotit që jam prej atyre që nuk i kom bler, por kam sakrifikuar në mënyrën më të madhe të mundshme. Kam punuar në mënyrën më të fortë të mundshme. Dhe jam munduar të jap, por nuk them se kam dhënë. Jam munduar ta jap për publikun më të mirën e mundshme. Tashi, me të vërtet, po t'i referohesh personazheve të ashtu quajtur VIP, në thojza, unë gjithnjë në thojza të TikTokut, për një aktor që ka sakrifikuar 45 vite, për një këngëtar që ka 35 vite, 30 vite, 26 vite, e ku di unë, është pak ofendim me thënë drejten, kur shef një person që doli nga shkurrët në thojza dhe u bë VIP, që është edhe i paguar, e shef se pse kështu. Mirë po, ky është tregu. Ky është tregu. Mund të themi ne se a ka diçka për ndryshim, a duhet me ndryshu? Shumë duhet me ndryshu. Mirë po, e bukura, e mira dhe cilësoria gjithmonë ka mbijetu. Pra ne kemi personazh të TikTokut, Matrixin, një super filozofe grua, që shkon me 10 deri 20.000 like një video me thënjet e saj të mençura. Sa personalitete mund t'i quaj, të dalun nga TikToku sepse mediat i u kanë mbyll portat, siç mi kanë pas mbyll mu portat. Gjitha mediat, ku ta promovoja poezin time, ku ta promovoja artin tim, ku ta promovoja filmin tim, vetëm se në TikTok, Instagram dhe YouTube. Pra, është shumë me dhënë fjala që nuk është sukses telefoni, por për ata që i blejnë followersat, e jo për ata që sakrifikojnë me zemër, me shpirt, për t'i sjellë diçka shoqërisë njerëzore. Faktikisht, sot telefonat janë në trend. Sot po ka ma shumë shikueshmëri telefoni se sa televizioni.
rrim shtrembër dhe le të flasim sa ma drejt.